Partia Demokratike ka denoncuar një tender të zhvilluar nga Bashkia Himar për menaxhimin e pronave në disa fshatra të zonës, duke ngritur dyshime për favorizim të interesave private dhe rrezik për cenimin e të drejtave të pronarëve. Në një deklaratë për mediat, zëdhënësja për antikorrupsionin, Genta Vangjeli, tha se procesi nuk është thjesht një procedurë administrative, por një operacion që mund të ndikojë në fatin e mira pronave në Himar. Ajo që pëndos sot në Himar nuk është thjesht një procedurë administrative, por një operacion i mirë organizuar që rrezikon të vendos në duart e interesave privat fatin e mira pronave të banorëve të zonës. Në drejtimin e Vangjel Tavos, Bashkia Himar ka shpallur fituese kompaninë EC Pro Partners për një tender me vlerë mbi 500.000 euro me objekt menaxhimi i pronave të disa fshatrave të Himarës. Dokumentat tregojnë se kompania private do kryejë regjistrimin fillestar sistematik të pasurive dhe gjithashtu krijimin e bazës së të dhënave për rreth 7.308 prona në Çorraj, Fter, Gjilek, Kallarat, Pilur dhe Himar. Me pak fjalë, një kompani private do ketë një rol dominues në procesi që do vendosë se kush është pronar dhe kush jo në një nga zonat më të lakmuara të Shqipërisë. Kompania fituese ka qenë më herët partnere në projekte miliona euro me Gjikuria SHPK, një tjetër emër ky i lidhur me interesa të mëdha ndërtimore në Bregdetin e Jugut. Kjo ngre dyshime serioze për një skem që mund të përdoret për të favorizuar klientët e pushtetit në kurriz të pronarëve të lishëm. Vetë Bashkia Himar pranon në dokumentacionin e tenderit se ekzistojnë probleme të mëdha me kartelat, hartat kadastrale apo regjistrimet e pronave. Pasi shumë familje rezultojnë me pronat regjistruar në zona të ndryshme kadastrale dhe se administrata e bashkisë nuk ka kapacitete për të zgjidhur këto problematika. Por në vend që shteti të forcojë institucionet përgjegjëse të garantojnë mbrojtjen e pronës private, ja dorëzon këtë proces një kompanie private. Kjo nuk është zgjidhje, është një recetë e rrezikshme për manipulim. Në Himar, ku prej vite zhvillohet një betejë për pronat dhe ku banorët kanë denoncuar vazhdimisht tentativa për tjetërsim, grabitje dhe përvetësim të tokave, një vendim i tillë nuk mund të konsiderohet rastësi. Partia Demokratike ka kërkuar transparencë të plotë për procedurën, verifikim të menjëhershëm të procesit dhe garanci ligjore që asnjë pronë e banorëve të Himarës nuk do të tjetërsohet apo manipulohet në favor të interesave private.